Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takojmë sërish edhe në këtë javë. Sot do të trajtojmë një temë që prek mira njerëz çdo ditë, sidomos gjatë stinës së pranverës. Pra do të flasim për alergjitë sezonale me fokus të veçantë tek poleni. Shumë qytetarë përballen me simptoma të ndryshme si vështirësi me frymarrje, kruarje të syve apo edhe shpesh pa e kuptuar plotësisht pra shkakun apo mënyrën e duhur të trajtimit. Për të kuptuar më mirë se çfarë janë alergjitë sezonale, si diagnostikohen dhe cila është mënyra më e duhur e trajtimit të saj, sot kam të ftuar në studio pra alergologën Luljeta Ahmetaj. Doktoresh, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit, kënaqësia është edhe jona. Doktoresh, fillimisht të nisim me pyetjen se a është kjo periudha e duhur për të bërë testet alergjike? Në qoftë se mendohet për alergji sezonale që jemi tani, që ka filluar sezoni i polenit, atëherë po patjetër. Mirë po nëse mendojmë alergjitë si një hiperaktivitet të organizmit që mund të ndodhë në çdo periudhë kohore, në çdo moshë, në çdo fazë jetësore, atëherë testet e alergjisë duhet të bëhen, po mendoj edhe jashtë kësaj periudhe. Mirë po tani kemi filluar në periudhën e polenit, do me thënë është periudha e polenizimit të bimëve të ndryshme. Polenizim do të thotë shumëzim i bimëve, shumëzim me anë të qelizave të specializuara që shënohen si polene, janë grimca ose partikulat të vogla, të cilat fluturojnë me anë të erës dhe mundësojnë që të shumëzojnë bimët të cilët shumëzojnë me anë të erës. Gjatë atij rrugtimi pastaj neve i marrim me anë të traktit respirator, me pjesën e sipërme të traktit respirator, dhe ja që të disa individ të caktuar, në një përqindje të caktuar, mund të shkaktoj një sensibilizim i cili pastaj viteve të ardhshme do të përfundoj me një reakcion alergjik, e cila pastaj do të zhvillohet me ndonjë sëmundje alergjike. Prandaj po them tani është periudha që do të frekuentojnë pacientët më tepër në klinikat tona për të bërë një test alergjie. Po si ndikojnë alergjitë sezonale tek ata persona që prikën? Cilat janë ato simptomat e para që mund t'i vërejnë ata? Simptomet janë nga më të thjeshtat deri tek krijimi i reaksioneve të kryqëzuara që i themi neve, në qoftë se një individ nuk është diagnostikuar me kohë dhe ka lënë që sëmundja e tij të avancojë. Në periudhat e para të sensibilizimit do të kemi normalisht reaksionin në mukozën e syve, në mukozën e hundës, pastaj në mukozën e pjesës së sipërme të traktit respirator dhe do të përfundoj pastaj në pjesët e poshtme të traktit respirator. Do të thotë një kruarje sysh, një lotim sysh, kruarje të syve, kruarje hunde, të shtima, kruarje veshësh, kruarje të qelzës së gojës, ngjirje zëri, koll ngacmuese e pa justifikuar, do të jenë simptome të një rinokonjuktiviti. Do me thënë është sëmundja më e shpeshtë e cila manifestohet në rastin e sensibilizimit të pacientit nga polenet. Mirë po, thash, në qoftë se ky individ nuk është diagnostikuar me kohë, atëherë bëhet jo vetëm polisensibilizimi, do të thotë sensibilizimi i individit edhe në alergjen të tjerë të ngjashëm të familjeve të njëjta, por edhe intensiteti i simptomeve do të shtohet, sikundër që do të kemi një agravim të sëmundjes, do të kemi një reakcion shumë të fuqishëm. Për të pasuar vitet e ardhshme me një fenomen tjetër, i cili ndodhet pikërisht tek polenit, reakcion i kryqëzuar me anë të frutave ose pemëve dhe perimeve të cilat neve i marrim në përgjithësi. Pastaj, një reakcion i cili ka filluar si rinokonjuktivit, mund të përfundoj me ndonjë angjëde, mund të përfundoj me një urtikarje të generalizuar, me çrregullime të traktit gastrointestinal e deri tek një anafilaks. Do me thënë kryesisht varet se në çfarë jemi të sensibilizuar ne. Po, doktoresh, alergjitë sezonale, ai mund të jenë edhe trashëguese, apo shfaqen aty nga simptomat? Patjetër që komponenta alergjike në sëmundjet alergjike është prezente. Do të thotë kur flasim për sëmundjet alergjike, gjithëherë mendojmë në një sëmundje e cila është trashëguar nga paraarsit faktikisht. Kjo për shkak të trashëgueshmërisë së gjeneve të cilat mundësojnë
zhvillimin e sistemit imunitar, si të tillë, qoftë krijimin e limfociteve të ose B, ose produkteve të cilat lirohen nga këto limfocite e tjerë. Mirë po, a do të kemi një zhvillim të sëmundjes alergjike ose jo, varet shumë nga periudha e parë e jetesës, do me thënë nga 5 vjeçari i krijimit të sistemit imunitar, të pjekurisë së sistemit imunitar faktikisht, si dhe pastaj do të varet se si është ambienti në të cilin jetojmë neve, se me çfarë jemi duke u ballafaquar. Do të duhet të ekzistojë inkorporimi i 3 faktorëve. Faktorit gjenetik, faktorit ambiental, si dhe zhvillimit të sistemit imunitar të individuas së caktuar. Të 3 këta faktori kanë peshën e vet. Të 3 këta faktor do të mundësojnë pastaj që do të kemi një fëmijë me zhvillim të sëmundjes alergjike ose jo. Po si mund të dallohen reaksionet alergjike nga ato sëmundje kronike, sepse më varet se njeriu mund edhe të thotë kam një reakcion alergjik, po ma shumë edhe marrin pjesën e frymarrjes, thonë që më ka prek astma ose diçka tjetër. Nëse është fjala për inflamacion të pjesës së sipërme të traktit respirator, zakonisht alergjitë mund të anashkalohen se individët mendojnë që kanë të bëjnë me një ftohje të caktuar. Do me thënë, gjithherë thotë jam disi i ftohur. Kjo nënkupton hundje të zëna, ose shkuarje hundësh, kryarje hundësh, kryarje sysh e tjerë. Mirë po, ekziston një dallim esencial i cili na mundëson që të mendojmë që kemi të bëjmë me alergji. Kur është fjala për një virozat prekin shumë antarë të familjes dhe prekin në periudhë të caktuar kohore, me apo pa temperaturë, dhe pastaj kalon brenda një javësh, nëse nuk komplikohet, me superinfeksione bakteriale. Ndërsa kur është fjala për alergji, alergjia paraqitet papritur, pa ndonjë shkak në thojza, të caktuar, sepse shkaku ekziston gjithherë aty, alergjeni ekziston gjithherë aty. Mirë po, pa ndonjë arsye të veçantë, fëmiu bjen mirë, i shëndetshëm mbrëmje, të nesër më qohet me shkuarje hundësh, me kryarje sysh, me lutime tjerë, ose posa që të dalë në ambient të hapur, në natyrë, nëse është fjala për polenet. Kështu që nëna e cila ka të bëjë me fëmijën, ose individi i rritur, e cili ka të bëjë me këto simptome, gjithherë duhet t'i shkojë mendja t'ia bëjë një test alergjie, sepse mund të jetë alergji. Po doktoresh, a lidhen alergjitë sezonale dhe me zhvillimin e sëmundjeve, pra duke qenë se astmën e përmendën, lidhen me zhvillimin e sëmundjeve të tjera? Po, unë e thash në fillim të emisionit. Do të thotë, në qoftë se një sëmundje, një rinokonjuktivit, do me thënë një inflamacion i syve dhe i hundës nga reakcion alergjik, nuk është trajtuar me kohë, rreth 35 deri në 45% të rasteve të tilla të pacientëve përfundojnë në një astmë bronkiale. Astma bronkiale pastaj është një inflamacion i pjesës së poshtme të traktit respirator, do me thënë i rrugëve trakeo-bronkiale. Dhe si e tillë edhe kjo mund të jetë në periudhën reversibile me simptomatologji të këthyeshme dhe pastaj zhvillimi i një sëmundje ose agravimi i sëmundjes në mënyrë të pa këthyeshme, do me thënë irreversibile, me ndryshime irreversibile në kuptimin e trashjes së mukozës, në kuptimin e hiperproduksionit të mukusit, në kuptimin e kontraktibilitetit të shtuar të muskulaturës së lëmuar të traktit trakeo-bronkial. Është sëmundje e cila shërohet, astma bronkiale nuk është sëmundje e cila duhet të na friksoj, sepse kemi terapi farmakologjike, terapi imunoterapi, do me thënë vaksinat, të cilat e shërojnë sëmundjen alergjike, dhe së fundmi janë zhvilluar edhe terapia biologjike ose terapia e personalizuar për individ të caktuar. Prandaj po them edhe një herë, e tëra është që të diagnostikohet mirë sëmundja në mënyrë që mjeku ta bëjë një plan program të menaxhimit të asaj sëmundjet në individ të caktuar. Doktoresh, kemi dëgjuar që trajtimi i alergjive sezonale mund të trajtohet edhe me çajra bimor. Cila është e vërteta dhe cila është trajtimi i duhur i tyre? Pikërisht pacientët të cilët kanë alergji në bimë nuk guxojnë që të marrin çajra bimor. Do me thënë, këtu ekziston ajo komponenta të cilën gjithherë e potencoj, sepse shpesh herë individët për t'i ikur marrjes antibiotikëve, sepse edhe antibiotiku është marrë më tepër se që duhet, pikërisht në këto raste mund të ndodhin këto gabime.
Do me thënë, sepse kemi fëmijë të cilët kërkojnë shpesh ndihmën e mjekut. Dhe mjeku pediatër i cili nuk e ka informatën që fëmiu është i sensibilizuar ndaj ndonjë poleni, për t'ju shmangur antibiotik dhe shpesh herë thotë që do ta trajtojmë me një shurup bimor. Ky shurup bimor, unë e thash që në fillim mund të reagojë në mënyrë të kryqëzuar me reaksionin i cili është nxitur nga poleni. Dhe si rezultat pastaj do të kemi një bronhospazm edhe më të ashpër krahasuar me simptomatologjinë fillestare. Prandaj këta pacient po them duhet saktësisht që të dinë në cilin alergjen janë të sensibilizuar. Tani më ekzistojnë metoda shumë të mira diagnostike. Nuk është vetëm skin prick testi ose testi kutan. Kemi kaluar në diagnostik në IgE specifike molekulare, ku përcaktojmë epitopet e alergjenëve të caktuar, që është shumë e rëndësishme. Kështu që ja vlen që të diagnostikohet në mënyrë që trajtimi të jetë pastaj i duhuri. Por në këtë periudhë të polenit, cilat janë ato llojet e polenit më të dëmshme që mund të themi që shkaktojnë tek qytetarët dhe kanë probleme më serioze? Polenit i ndajmë në 3 grupe të caktuara. Në polenit e pemëve të larta, tani veç kemi filluar që të kalojmë atë periudhë, sepse është muaji i shkurt dhe mars. Pastaj marsi, prilli, maji deri në qershor është periudha e polenit të barishteve dhe cerealeve, drithmajave. Pastaj vjen periudha e polenizimit të shkureve, do me thënë të barishteve të egra, që është periudha e vjeshtës. Kështu që sezonën e periudhës polenizimit e kemi që në ditët e para të pranverës deri në vjeshtën e vonë. Shto këtu edhe faktin që kemi një ndryshime klimatike globale, kemi ndryshime klimatike të cilat kanë prekur edhe regionin tonë. Tani më nuk i kemi ato periudhat e gjata dimrore që kanë zgjatur 3 muaj, kështu që periudha e polenizimit na është zgjatur. Dhe pikërisht këta pacient pothuajse po janë duke pasur simptome gjatë tërë vitit. Përderisa kemi pas më parë pacient që na kanë thënë strikt që kemi qenë të sensibilizuar për shembull në periudhën e majit ose qershorit, tani më pothuajse i kemi simptomatologjinë gjatë tërë vitit. Dhe intensiteti i këtyre simptomeve është shtuar pikërisht për shkak të ndotjes së ajrit, sepse ndotja e ajrit mundëson depërtimin në traktin ton respirator të gazrave helmuese si dhe të partikulave helmuese, të cilat pastaj e paraprigadisin traktin ton respirator që të na depërtojnë këto alergjen më lehtë, më mirë. Dhe pastaj reaksioni është më i fuqishëm. Prandaj po them, edhe në këtë aspekt kemi ndryshime. Kemi ndryshime edhe në kuptimin e diagnostikës, kemi edhe ndryshime në kuptimin e trajtimit. Ka ndryshuar shumë gjërat, janë shumë dinamike janë bërë në shkencën e Sa është e vështirë për juve, duke qenë se keni edhe profesion? Marrja me sëmundjet alergo-imunologjike, për mua nuk është vështirë, sepse është një punë që e dua shumë, do me thënë është një pjesë e personalitetit tim, është inkorporuar në personalitetin tim. Mirë po, individet të cilët, ose mjekët e ashëm, të cilët i them edhe studentëve të mi, që ja vlen shumë që të mirët me këtë shkencë, po duhet të jenë shumë serios, sepse kemi të bëjmë me molekula, nuk kemi të bëjmë me një shkencë makromjekësi, kemi të bëjmë me një shkencë mikromjekësi. Do me thënë duhet të hyjmë në molekula të cilat janë më të vogla si qelizat, ose partikula nanopartikula, të cilat janë shumë të vogla dhe të cilat pastaj japin një pasojë të cilën neve si mjek e marrim si simptom. Doktorish, si ndikon poleni gjatë ditës me shi dhe gjatë erëra të forta? Mund të na i dallosh këto dyja? Një pyetje që askush nuk ma pas ka bë dhe shumë e mirë. Ka shumë rëndësi ndryshimet klimatike që i përmenda. Në rast se kemi të bëjmë me periudha kohore me shi, vihet deri tek një fenomen kur grimca polenit fiton lagështi dhe si e tillë më lehtë qahet. Kështu që e kemi një sëmundje që shënohet si thunderstorm astma ose krizat e astmës para ose pas shiut, me njëherë pas shiut, sepse koncentrimi këtyre polenësh përthyeseve është shumë i lartë. Mirë po, edhe në periudhat kur kemi një erë të lehtë, era e lehtë mundëson që
të fitojnë energji kinetike këto grimca, dhe si të tilla më shpejt të na vinë deri tek organet e frymarrjes. Kështu që edhe në të parën, edhe në të dytën, simptomatologjia është më e ashpër. Por në të parën, ato grimca do të depërtojnë më pjesët më të poshtme të traktit respirator, kështu që paraqiten simptomet e një krize astmatike. Do me thënë pronospazm, Ka probleme ma serioze. Po, ma serioze. Dërsa në të dytën, kur kemi me fryrje të erës, do të kemi po mendoj kontakt me pjesët e sipërme të traktit respirator. Prandaj simptomatologjia është e një rinokonjuktiviti, dominojnë simptomet nga hunda dhe nga sytë. Sa është rëndësishme vendosja një maske? Shumë e rëndësishme. Duke qenë tash edhe pranvera është pak më nxehtë, e ka më problem. Shumë e rëndësishme. Do të thotë, ja që Covidi, përveç anëve të gjitha negative që na i solli edhe një shprehi të re që tani më nuk të duket një individ me maskë i çuditshëm. Sepse dikur ta vendosje maskën, ka qenë një fenomen që tu ka duk i çuditshëm. Maska ka shumë rëndësi, sepse e filtron, do me thënë nuk e lejon grimcën që të depërtojnë në pjesët e sipërme të traktit respirator. Pastaj në shtëpi tona duhet të ekzistojnë filtruesit e ajrit, dhe në vetura duhet të ekzistojnë filtruesit e ajrit, në mënyrë që t'i ngjesin polenet të mos depërtojnë në kontakt me trupin tonë. Cilat janë ato këshillat e juaja përderisa një person që ndron në shtëpi dhe duhet të ketë më shumë kujdes, ose në punë, ose kudo tjetër që mund të jetë? Këto janë masa të përgjithshme parandaluese, do thotë zakonisht këshilla jonë kryesore është që individi ta ketë të instaluar në laptop ose në këto mjetet të tyre elektronike, programin i cili flet për koncentrimin e polenit në periudhë të caktuar kohore. Ekzistojnë programet e tilla. Dhe ai është direkt i informuar se cili polen cilën ditë do të jetë aktiv. Në atë periudhë kohore, e cila është prej orës 10 deri në ora 3-4, është me rëndësi që të mos dalë jashtë, sepse jashtë ka shumë polen. Duhet të qëndrojmë brenda. Por, për shkak të aktiviteteve shkollore, aktiviteteve të punës, aktiviteteve të tjera jetësore, në qoftë se është i detyruar që të dalë jashtë, atëherë posa të kthehet në shtëpi, duhet që të bëj një shpërlarje të polenit prej trupit të tij, sidomos prej flokëve, ti largoj ato rroba dhe kemi disa masa të përgjithshme në kushte shtëpiake, të cilat duhet të miren nga individët të cilat miren përkujdesen rreth pastërtisë. Do të thotë, duhet të mos përdorim mjete higjienike në baza bimore, të mos përdorim mjete higjienike që janë alkale ose acide të forta, të mundësojmë që rrobet të mos shpërlahen me zbutësit e caktuar, të cilët i kemi një numër të madh të tyre, sidomos në programet televizive si reklama, sepse ato përmbajnë grimcat e tilla shumë të dëmshme. Shpërlarja e rrobave të jetë e rregullt dhe vendosja për t'u të mos vendosen gjatë ditës, po vetëm në mbrëmje kur nuk kemi polen. Po me qenë se ka dhe prej atyre grup moshave më të vogla që nuk i din këto reaksione alergjike, cilat janë ato këshillat e juaja për prindërit? Prindi së pari duhet të kujdeset për fëmijën e tij në kuptimin që ta përcjell se a është një fëmijë që po ftofet shpesh në thojza apo jo. Nëse kemi të bëjmë me një fëmijë i cili po ftofet shpesh, se shpeshherë vinë na dhe thonë nuk ka imunitet, jo që s'ka imunitet, po imuniteti i tij është hiperaktiv. Duhet së pari ta sjellin te mjeku normalisht, që të bëhet një diagnostike mirëfillt dhe pastaj këshillat të cilat ja japim neve dhe udhëzimet t'i marrin me seriozitet. Tani kemi gjeneratat të cilat janë shumë të ndërgjegjshëm. Nuk po them që edhe gjeneratat e kaluara nuk kanë qenë të ndërgjegjshme, por kemi nëna të cilat janë shumë të lexuara dhe janë shumë të përkujdesura për fëmijët e tyre. Kështu që e kam shumë lehtë të punoj me to. Me të vërtetë jetoj në një ambient në Kosovë, kemi të bëjmë me prindër të cilët janë shumë të kujdesshëm, shumë të ndërgjegjshëm dhe i falenderoj pa mas që këshillat e mia i marrin shumë seriozisht. Po sa mendon që kanë ndikur rrjetet sociale tash në vëdësimin e tyre?
Sa i përket rrjeteve sociale, kjo është një thik me dy teha. Po që se arrin që njeriu ta marrë informatën e duhur në mënyrën e duhur, ajo është një informatë e cila do t'i shërbej. Mirë po, në qoftë se kemi të bëjmë me individ, të cilët ja ta themi në rrugën më të lehtë, lexojnë gabim, atëherë është një informatë shumë e dëmshme. Ka ndodhur edhe kjo që të vinë individ të cilët thonë në klinik, po shumë rrallë, e kam lexu, e di, atëherë pse po vjen te mjeku? Në qoftë se e keni Google mjek, atëherë pse ke ardhur tek unë? Po. Dhe kjo nuk guxon të na ndodh. Ose kemi ndëgjuar sepse lajmi i rrejshëm shumë ma shpejt depërton tek individi se lajmi i vërtet. Ndoshta është natyra njerëzore e tillë, që ti ikim përgjegjësisë informatës së vërtet dhe të mire me atë. Jo kam dëgju një afërm imi në Zvicër, Gjermani, apo në Amerikë, ose ku di unë. Po, shkojnë ma shumë edhe nga rastet që kanë pas të afërmit të tyre. Po edhe e dyta, sepse jetojnë në një shtet evropian. Mund t'ju them që informata është, tani të gjithë mjekët tani kanë informatat, sepse nuk kemi ma mjek të izoluar, nuk kemi individ të izoluar. Informata mjekësore ose shkencore është si në Amerikë, si në Kosovë, si në Gjermani, si në Kinë, si në Japoni. Informata ka depërtuar. Në momentin që hudhet, ajo është një informatë e cila mund të mirët nga të gjithë. Prandaj, neve nuk vuajmë për informacione ose për dijeni shkencore. Neve mund të vuajmë për laboratore të mirëfillta të zhvillimit në kuptimin e hulumtimit ose të aparaturave të veçanta, të cilat varen ekskluzivisht nga zhvillimi ekonomik i një shteti, për ndryshe për informat nuk jemi duke vuajtur. Po doktorisht, sa ka evolu dhe zhvillimi i, mund të them, i mirëqenjes së njerëzve që marrin ndaj alergjive sezonale ose një sëmundje tjetër që nuk e marrin ashtu më afër zemre? Nuk jam shumë e qartë në këtë pyetje, mund të ma elaborosh. Po, nëse një person, doktoresh, do më thane ka marrë një sëmundje, qoftë kronike apo diçka tjetër, një sëmundje pak më e rëndë, dhe prapë shen në rrjetet sociale, se çfarë mund të jenë metodat më të lehta ose konsultohet me një doktor. Pikërisht është kjo që po ndërlidhet me atë që e thash më parë. Do të thotë, në qoftë se neve duhet të ballafaqohemi me të vërtetën në mënyrë reale, atëherë do ta kemi më lehtë. Mirë po, në qoftë se në trurin tonë neve i shmangemi të vërtetës, atëherë ballafaqimi do të jetë me shumë më tepër pasoja. Kjo na ndodhi edhe gjatë COVID-19-s. Do të thotë, jo ta marrin vaksinën, jo mos ta marrin vaksinën, jo pasojat e vaksinimit, jo. Askush nuk mendonte për pasojat e virusit. Gjërat në mjeksi duhet të peshohen. Në qoftë se asnjë ilaç nuk është ilaç pa efekte anësore. Nuk kemi ilaçe pa efekte anësore. Mirë po, ky efekt anësor sa është i dëmshëm në një masë të caktuar dhe sa kemi cost-benefitin nga ky ilaç. Prandaj, nëse e merr shkakun dhe pasojën, si dhe benefitin, atëherë normalisht që duhet t'i logjikojmë gjërat në mënyrë shumë ma ekuilibruese. Po doktoresh, a keni pas raste vetë personalisht që ju ka ramu përballë më shpesh me këshilla që jepni pacientëve sa i përket këtyre sëmundjeve të alergjive? Unë thash, në të shumtën e rasteve, shumica e pacientëve janë pacientë të cilët vijnë me sugjerimet e ndonjë pacienti tjetër dhe këshillat e mia i merr të mirëfillta. Shumë rrallë më ka ndodhur të kemi individ të cilët kanë qenë ja të tillë që kanë ditur të gjithë, sepse në momentin e tillë, në qoftë se unë e shoh që kem ta bëj me një individ të tillë, do të thotë mundohem së pari ta jap maksimumin nga vetvetja. Po them, një ose dy gjatë tërë karrierës time, që nuk është e vogël,
është ndoshta 30 e sa vjeçare. Mirë, po nëse në të ardhmen do të hasi, nuk di, ndoshta do t'i them faleminderit shumë për kohën që kemi qenë së bashku, por unë kaq di. Doktoresh, me qenë se përmend edhe përvojën e juaj shumë vjeçare, a mund të na i tregosh edhe rastet që kanë qenë të kaluarën me alergjit, sezonale dhe tash, cili është dallimi mes tyre, sa raste ka ma shumë, a ka pasur në atë kohën pak më herët Po. apo tash? Për shifra konkret nuk mund të flas për të kaluarën, sepse nuk kemi pasur shifra konkret. Shifrat konkret i kemi fituar para 4-5 vitesh, kur kemi bërë hulumtimet tona, do me thënë kemi qenë pjesë të rjetit global në lidhje me astmën si dhe sëmundjet alergjike, dhe kemi vërtetuar që rreth 16% të fëmijëve tanë kanë simptome të astmës bronkiale. Dhe rreth 30% të tyre kanë simptome të rinokonjunktivitit. Por këtu nuk janë vetëm rinokonjunktivitet nga polenet, janë nga të gjitha alergjenet, do të thotë plurat, polenet, mykrat, kafshët, etj. Gjë që është shifër e lartë. Me thënë të drejtën, me këto shifra neve u vendosëm në vendin e shteteve me nivel të lartë alergjie, të prevalencës së alergjisë. Sa i përket diagnozës së astmës, ne patëm disa të dhëna të çuditshme. Simptomatologjia ishte e lartë, 16%, por diagnoza e astmës ishte vetëm 3%. Gjë që rezulton me realitetin në praktik. Pse? Sepse shumë vështirë akoma e kemi që ta vendosim diagnozës e astmës bronkiale. Zakonisht, nën këtë diagnozë, fshihet diagnoza bronhit obstruktiv reversibil, ose koll e të zgjatur, ose do me thënë hiperaktivitet, etj. Do me thënë jemi duke i mbuluar me disa diagnoza sekondare. Pse? Sepse kemi akoma një stigmatizim nga shoqëria, për shembull në qoftë se rrethi shoqëror e din që një fëmijë është duke vuajtur nga astma bronkiale, menjëherë e shohim në një sy tjetër, që nuk duhet të ekzistojë ajo, ose edhe familja fillon e të mendoj që kemi të bëjmë me një fëmijë i cili do të ketë pa aftësi në thojza në jetën e tij të ardhshme, gjë që edhe kjo është gabim. Kështu që duke i marrë këto parasysh, edhe neve si mjek jemi duke rënë nën këtë ndikim. Dhe jemi duke quajtur, po them, si bronhit obstruktiv recidivan, gjë që nuk është, sepse është astmë bronkiale. Por astma bronkiale shërohet. Shërohet në mirë të 100%, po. Në qoftë se kapet herët dhe nëse trajtohet herët. Nuk shërohet ajo astma irreversibile që e përmenda, kur kemi ndryshime irreversibile fizpatologjike të traktit respirator. Prandaj po them, shifrat janë bukur të larta, a mund të them që simptomatologjia është ashpërsuar? Po. Dhe a mund të them që sidomos në periudhën pas Covidit, kemi tani, nuk kemi periudha kur na paraqiten strikt ato periudhat vjeshtore ose pranverore kur na është faqur gripi ose këto parainfluencat, pothuajse gjatë tërë periudhës së vitit po kemi viroza të ndryshme dhe virozat pastaj ashpërsojnë simptomatologjinë e një pacienti i cili ka edhe një sensibilizim ndaj alergjenëve të caktuar. Kështu që me të vërtetë më tepër janë të jo më shpesh, mirë po them, këto klinikat janë më shpesh që kërkojnë ndërhyrje nga mjeku. Doktoresh, jemi në fund të emisionit, për fund si gjithmonë këshilla për shikuesit tanë. Këshilla e vetme dhe e thjeshtë për mua është që ua sugjeroj nënave, sidomos nënave, sepse ato janë, do me thënë, buruset e jetës së një shoqërie njerëzore. Sistemi imunitar, këshilla qenësore duhet të jetë, nuk krijohet në momentin e lindjes së fëmijës. Sistemi imunitar krijohet që në momentin e frytnimit të qelizës vezë dhe zhvillohet së pari në gjatë asaj jete intrauterine.
Prandaj ka shumë rëndësi një shtatzani e shëndetshme. I këshillojmë nënat që të kenë gjumë të mirë, pushim të mirë, ushqim të mirë, të bollëkshëm, me vitamina, me proteina, me materie ushqyese të mirëfillta, të mos pinë duhan. Do me thënë këshilla numër 1, të largohen nga kemikatet ose substanca tjera të cilat janë dëmtuese për shëndetin e tyre. Gjatë periudhës së parë të jetesës së fëmijës, do me thënë gjatë 5 vjeçarit, tani kemi pjekurinë e parë të sistemit imunitar në kuptim të kontaktit me rrethin. Ka shumë rëndësi kjo periudhë, sepse është periudha kur sistemi imunitar i deshifron mikroorganizmet e caktuar. Të mos i bëjmë fëmijët steril, kuptimin që këta fëmijë duhet të kontaktojnë, ta njohin ambientin ku ata duhet të zhvillohen, dhe t'i marrin të gjitha vaksinat që kanë të bëjnë me sëmundjet akute infekcioze të periudhave të fëmirisë. Mos i largoni vaksinat, sepse është shumë i gabuar koncepti që shkaktojnë autizëm, nuk qëndron kjo. Të mos i shtyjmë periudhat e vaksinimit, sepse secila vaksinë ka periudhën e saj, kohën e saj. Dhe pastaj gjatë jetesës, normalisht që të mos jenë nëna duhanpirëse, të mos i rrinë fëmijët në ambiente të ndotjes ambientit të brendshëm, që është tymi i duhanit, tymi i gazave të ndryshme, e tjerë, dhe ti lejojnë të luajnë sa më tepër në natyrë, jo pranë tabloideve, jo fëmijët tanë në tabloide. Doktorish, faleminderit shumë për krejt këto këshilla dhe informacionit që i dhe për shikuesit tanë. Faleminderit nga ju, gjithherë të mirë se ardhur. E shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.